Tu me dol me një komunikat ku thot ky gjyqtar ma ka bo kështu, ky gjyqtar ka pas tendenca, ky gjyqtar. Për shembull, nëse i analizojmë problemet që i kanë brenda momentalisht gjyqtarët, unë mendoj që janë të referu shumë mirë, po flas për një pjesë. Qyre gabimet mund me qenë po ndodhin me varë edhe nëpër Premier League edhe në liga të ndryshme, po thjesht nuk duhet me qenë tendencioze, sepse nëse ndodh një gabim, gabon, nuk është kur gjë. Është njerëzore. E kemi po për shembull mra me po ndeshin Ballkani me Prishtinën këtë javë, e po është një Dardançak që ke shumë protagonist, pat autoritet, edhe ke, domethënë, e dëshmoj atë leadershipin mbrana fushës, e ke pas një gjyqtar tjetër në një ndeshje tjetër, edhe mundet me gabu, po thjesht na duhet me mësu edhe mos me dol me komunikata tilla, sepse pastaj nuk po i besojmë as gjyqtarëve, as kërkujt protagonistëve të tjerë. Nëse kemi pak kënaqësi, lojmë komisionet të caktuara me punu edhe thjesht me i lën gjyqtarët me bëu. Po ka gabime që po bën. Gabimet kanë qenë evidente, për shembull ndeshjen Gjiloni, po edhe nga Vari. Shumë gabime po bën liga më profesionale se sa në Kosovë. Nëse marrëm edhe i këshirëm kështu. Presioni ndaj gjyqtarëve është shumë i madh. Shumë i madh Kosovë. Gjë që është një fenomen shumë i keq. Gjithçka gabojnë. Është fenomen. Në kampionatin evropian. S'është më rëndësi, jam konë një kanal me një për referim profesionist. Asoj fushë. S'është më rëndësi ku shukon. Cucurella, Espanja me front, me Gjermani. Po. A me dorë. Që aty emision 7.000 herë e këmë thonë, është penalti. Po jo. Regullat reja, aj strategu më spjegoj. Regullat reja, jo kështu, jo ashtu, jo ashtu. Po, para 3 muj dite UEFA e ka pranu. Që ka qenë gabim. Që ka qenë gabim, që ka qenë se penalti, si në brana gjashtë këtë pozitën. Unë tash, nuk e di cila reglat po egzistojnë tash, reglat po ndrohen tash do 3 muj ditë, po. Si të mi o reglat që është penalti. A më referi ka gabu. Edhe referi ka... A di që është dallimi, trajner? Për shtras se e konë para UEFA-s. Trajner? Jo, po, me të vërtet. Jo, se UEFA ka morë vendimin e ka analizu që s'ka qenë, mas një kohë është... Amo, aty për aty Vari, referi se në gabim. Po, trajner, das po imbrujnë. Ama ata po pranojnë. Po, trajner, a di që është problemi që të na nuk po imbrujmë gjyqtarët. Po flas kur gabimet janë tendencioze dhe gjona tjera normalisht që duhet me shku me u dënu s'mbruhet. Nuk mundesh. Amo trajner, kur gabimi është njerëzor, si çdo vend që gabohet, unë mendoj që duhet me pas një shoqat gjyqtarëve që del mbrojtje tyne, sepse kemi po për shembull Terrosi Real Madridit. I ko momentalisht krejt klubet kundër edhe krejt federatën, veç për shkak që i kanë bërë presion një gjyqtari caktuar në ndeshjen që kanë ndaj Osasunës. Kjo është një qose që na duhet me permisu me gjyqtar, thash, një gjyqtar që vërtetohet që ka bu gabim tendencios, edhe që ka gabu me qëllim, natyrisht që ai nuk folet edhe ka një komision që duhet me morë dënim meritor. Po një gjyqtar që bën një gabim njerëzor, thjesht duhet me konë edhe na qasshëm që mi alon hapësirën. E tha Gozi, momentalisht unë mendoj që gjyqtarët në Superligën e Kosovës janë nën presion të jashtëzakonshëm.